Neve shpesh na thonë ju nuk mund ta zavendësoni rrugoven, ose shpesh na thonë ju jeni largu për rrugës rrugovës, dhe më thonë nuk na bjen tamam prej kundërshtarëve politik asnjëherë. Ne me ato kapacitetet që kemi e që unë për vete po flas, duhet jemi të vetëdijshëm se nuk jemi rrugova asnjëri, ai ka qenë një njeri unik, i veçantë, edhe shumë shpesh na ka dërgu Zoti një personalitet të tillë i cili na i hapi rrugë e të çoj zërin e këtij populli përtej kufive të Kosovës, edhe sot jemi ku jemi. Por natyrisht që ne trashëgojmë filozofinë e tij dhe mundohemi me trashëgu dhe me vepru filozofinë e tij, sepse është e pranueshme jo vetëm në gjithë botën e pranueshme, por është shumë e nevojshme për Kosovën. Por çfarë ka ndodhur është e vërtetë se kontestet dhe rrethonat kohore kanë qenë të tilla që presidenti Rugova ka arrit ta bashkojë popullin në një për një kauz fare ka qenë liria, pavarësia e demokracia, ndërsa sot është arrit një synim i tillë me ne, me persona që i keni këtu përballë jush, dhe me thonë, edhe nuk jam shumë e lumtur që kam qenë bashkëpunëtore e tij, kemi punu bashkë, por sot kanë ndryshuar rrethonat. Është e vërtetë që kur sot analizoj botkuptimin e gjeneratave dhe unë na bisedoj me ta, fatkeqësisht, dhe kjo është ndoshta prapë me fajin tonë. Nuk janë të gatshëm as me kuptu, as me vepru, as me dhonë çfarë kemi dhonë ne. Edhe sot, ndoshta, po them prapë, edhe ndoshta për një pjesë të fajit tonë, një pjesë e qytetarëve tonë me dëshirë pranojnë që t'i gënjejnë. Kanë qejf me gënju. Ose kanë qejf me mashtru, ose pranojnë edhe kur e dinë që është gënjeshtër e mashtrim, dhe kjo për një kohë është një iluzion që ndoshta secili prej nesh si individ japim edhe vetë ndonjëherë iluzione, por ai është vetë mashtrim.